rritame seres së benzinës, kafes së ndenjur dhe zhurmës ritmike të qelsave që godasin qimenton. Mentorim nuk ishte profesor kolegji, por gjaçajm Sam. Sam kaloi 35 vjet në zemër të industrisë automobileve, duke punuar në linjat e montimit dhe në departamentet e kontrollit të kontrolli. Një ditë, ndërsa po shikonim një motor 8 cilindra të çmontuar në tavolinën e tij të punës, ai më rrëfeu një vërtet që do të ndryshonte mënyrën se si shih automjetet përgjithmonë. Sam më tha se makinat moderne janë mrekulli inxhinierike, por se ato janë projektuar në një premisë ekonomike perverse, vjetërsimin e planifikuar. Ajo që do të zbuloni sot janë sekretet që Sam shkroi në një fletore të vogël lëkure për dekada. Këto janë truke që inxhinierët i dinë shumë mirë, por që departamentet e marketingut preferojnë t'i mbajnë në hije. Ne po flasim për teknika që mund të dyfishojnë jetëgjatësinë e motorit tuaj, t'ju kursejnë mijëra dollar në riparime të shmangshme dhe t'ju kthejnë kontroll të plot mbi makinën tuaj. Bëuni gati, sepse ne do të çmontojmë gënjeshtrat e industrisë dhe do t'ju zbulojmë pse truku numër 7 është arsyeja pse motori juaj mund të vdes në heshtje tani. Vendi i 20. Miti i naftës së prijetshme në transmetim. Një nga sekretet më të errëta që mekanikët e tregtarëve janë të ndaluar të përmendin është degradimi termik i lëngut të transmisionit. Nëse hapni manualin e shumë automjeteve moderne, do të lexoni me hapi se vaji i kutisë së shpejtësisë është për jetën dhe se nuk kërkon mirëmbajtje. Sam qeshte për këtë ndërsa tregonte transmetimet e prishura të grumbulluara në cepin e punëtorisë së tij. Në botën e fizikës dhe kimisë reale nuk ekziston një lubrifikant i përjetshëm. Transmisioni është një mjedis fërkimi i vazhdueshëm ku qindra disqe tuf dhe ingranazhe planetare funksionojnë në presione masive hidraulike. Me çdo kilometër të përshkuar, lëngu i nështrohet cikleve të nxehtësisë ekstreme që thojnë zinxhirët e tij polimer. Në nivel mikroskopik, vaji fillon të oksidohet dhe humbet aftësinë e tij për t'i mbajtur pjesët të ndara. Përveç kësaj, është i kontaminuar me grinca metalike dhe mbetje nga kthetrat që veprojnë si letër zmerile e lëngshme. Kur prodhuesi thot jetëgjatësi, ata në fakt i referohen jetëgjatësisë së garancisë, e cila zakonisht është rreth 150.000 kilometra. Nëse nuk e ndryshoni atë lëng, ju po e dënoni transmetimin tuaj në dështim katastrofik menjëherë pas arritjes së atij numri. Ndryshimi i vajit të transmisionit çdo 60.000 kilometra është mënyra e vetme për të siguruar që solenoidet dhe valvullat hidraulike të mos bllokohen nga ballta e akumuluar. Mekanikët preferojnë që të prisni që kutja të fillojë të dridhet, sepse deri atëherë, zgjidhja e vetme është një zëvendësim i plot që kushton më shumë se $5.000. Mbajtja e lëngut me ngjyrën e tij origjinale të kuqe qershie është sigurimi më i lirë i jetës që mund të blini. Por keni kujdes, sepse karburanti që vendosni në rezervuarin tuaj po lufton gjithashtu një betejë kimike kundër injektorëve tuaj, siç do të shohim në vendin e 19. Vendi i 19. Mashtrimi i depozitave premium të benzinës dhe karbonit. Ekziston një besim i përhapur se vendosja e benzinës me oktan të lartë ose premium është një dhuratë për motorin tuaj. Realiteti është shumë më kompleks dhe më pak i dobishëm se sa reklama do t'ju bënte të besoni. Vlerësimi i oktanit nuk është një masë e fuqisë, por një masë e rezistencës ndaj shpërthimit të parakoshëm. Nëse motori juaj nuk ka një raport të lartë kompresimi të krijuar për atë karburant, ju po hidhni para përmes shkarkimit. Megjithatë, sekreti i vërtet që mekanika nuk ju tregon është problemi i depozitave të karbonit në valvulat e marrjes. Në motorët modern me injeksion të drejtë për drejtë, karburanti spërkatet direkt në dhomën e digjes, që do të thotë se benzina nuk prek kur pjesën e pasme të valvulave të marrjes për t'i pastruar ato. Me kalimin e kohës, avujt e vajit të karterit kondensohen në ato valvulat të nxehta dhe krijojnë një korre qumëri të fortë. Kjo kufizon rrjedhën e ajrit dhe bën që motori të humbas fuqinë dhe efikasitetin. Shumë mekanik do të sugjerojnë pastrim kimik të shtrenjtë, por Sam kishte një truk parandalues shumë më efektiv dhe ekonomik. Një herë në muaj, ju duhet të kryeni atë që ai e quajti akordimin italian. Konsiston në marrjen e motorit me rrotullime të larta në një rrugë të hapur për rreth 20 minuta. Nxehtësia ekstreme e gjeneruar në dhomat e djegjes ndihmon në djegjen e depozitave të karbonit përpara se të ngurcohen. Përveç kësaj, përdorimi i një aditivi pastrimi me cilësi të lartë me polieteramin mund të ndihmojnë në mbajtjen e injektorëve të pastër.
Industria preferon ta ketë motorin tuaj të mbushur me karbon, në mënyrë që përfundimisht të keni nevojë për një riparim të kokës së cilindrit, por mund ta shmangni këtë me pak vozitje të mpret vekimi parandaluese. Por mos u relaksoni, sepse ka një copë gome të vogël në sistemin tuaj të frenimit që mund të sabotoj sigurinë tuaj pa e kuptuar. Një temë që do ta shqyrtojmë në vendin e 18. Vendi i 18. Lëngu i haruar i frenave dhe korozioni i brendshëm. Sistemi i frenimit është padyshim komponenti më kritik i sigurisë automjetit tuaj, por lëngu i tij është më i injoruari në mirëmbajtjen parandaluese. Lëngu i frenave është higroskopik, që do të thotë se ka një aftësi pothuajse magnetike për të thithur lagështin nga eri. Edhe në një sistem të mbyllur, lagështia arrin të depërtojë nëpër poret mikroskopike të zorrve dhe vullave të gomës. Mekanika rrallë sugjeron që ta ndryshoni nëse pedali nuk ndihet sfungjeror, por deri në atë kohë, korozioni i brendshëm tashmë ka filluar punën e tij shkatërruese. Kur përmbajtja e ujit në lëngun e frenave te i kalon 3%, ndodhin 2 gjëra të rrezikshme. Së pari, pika e vlimit të lëngut bie në mënyrë dramatike. Në frenimin emergjent ose zbritjen e zgjatur, lëngu mund të vllojë, duke krijuar fluska avulli që janë të kompresueshme, duke rezultuar në një humbje totale të aftësisë së frenimit. Së duti, uji fillon të ndryshk nga brenda pistonët e kalibrave dhe më seriozisht, module delikate dhe shumë të shtrenjta të sistemit të frenimit kundër bllokimit. Sam gjithmonë thoshte se ndryshimi i lëngut të frenave çdo 2 vjet është ndryshimi midis një sistemi që zgjat një jetë dhe atij që kërkon mijëra dollar riparime. Është një procedurë e thjeshtë që i mban tubat të pastër dhe vullos fleksibël. Duke pastruar sistemin, ju hiqni sedimentin metalik që grumbullohet dhe siguroni që presioni të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Mos lejoni që lagështia ta kthejë sistemin tuaj të sigurisë në një bombë me sahat të ndryshkur. Dhe duke folur për oksidimin, ka një komponent në kapuçin tuaj që gjeneron një pluhur vrasës për elektronikën tuaj, gjë që na çon në vendin e 17. Vendi i 17. Kurthi i baterisë dhe sulfati i heshtur. Shumica e shoferëve mendojnë për baterinë e tyre vetëm kur makina nuk ndizet në një mëngjes të ftohtë. Megjithatë, për mekanikën, një bateri e lënë pasdore është një burim i vazhdueshëm i të ardhurave nga dështimet elektrike të pashpjegueshme. Procesi kimik brenda baterisë prodhon avuj acidik që ikin dhe reagojnë me terminalet e plumbit, duke krijuar atë pluhur karakteristik të bardhë ose kaltrosh të njohur si sulfati. Ky pluhur nuk është vetëm pa pastërti, është një izolues elektrik që rrit rezistencën e sistemit. Kur ka rezistencë në terminale, alternatori duhet të punojë shumë më shumë për të provuar të karikoj baterinë, e cila gjeneron nxehtësi të tepërt që shkurton jetën e vet alternatorit. Përveç kësaj, rritjet e tensionit të shkaktuara nga një lidhje e dobët mund të ngatërojnë sensorët më të ndjeshëm të automjetit, duke aktivizuar drita paralajmëruese në pult që nuk kanë asnjë shkak të vërtet mekanik. Shumë dyqane do t'ju tarifojnë orë të tëra diagnostikimi duke kërkuar një defekt sensori, kur problemi është thjesht një kontakt i ndotur. Sekreti profesional për të shmangur këtë është të kryeni një pastrim të thellë një herë në muaj me një përzierje të sodës së bukës dhe ujit, i ndjekur nga një aplikim bujar i yndyrës dielektrike ose vazelin të pastër në terminale. Kjo krijon një vulë hermetike që parandalon formimin e sulfatit. Sam gjithashtu rekomandoj kontrolin e nivelit të elektrolitit në baterit që nuk janë të mbyllura, gjithmonë duke përdorur ujë të distiluar. Një bateri e mirëmbajtur jo vetëm që zgjat 2 herë më shumë, por mbron të gjithë rrjetin kompjuterik të makinës suaj nga gabimet e kushtueshme. Por kini kujdes, sepse edhe me një bateri të përsosur, motori juaj mund të mbytet nga një mbikëqyrje e zakonshme që do ta mbullojmë në vendin e 16. Vendi i 16. Filtri i ajrit dhe erocioni i cilindrit. Filtri i ajrit është mushkëritë e motorit tuaj. Funksioni i tij është të bllokojë grimcat e pluhurit, rrërës dhe mbeturinave përpara se të hyjnë në dhomat e djegjes. Një motor mesatar konsumon mijëra litra ajër për çdo litër karburant, dhe nëse ai ajër nuk është krejtësisht i pastër, rezultati është katastrofik. Prodhuesit zakonisht sugjerojnë ndryshime filtri çdo 30.000 kilometra, por nëse jetoni në një mjedis me pluhur ose ndotje, ai intervall është një recetë për katastrofë. Kur një filtër ajri është i ngopur, motori duhet të bëjë një përpjekje më të madhe tifse.
gjë që rrit konsumin e karburantit dhe zvoglon fuqinë. Por rreziku i vërtet është mikroerocioni. Nëse filtri është i vjetër ose me cilësi të dobët, grincat e vogla të silicës arrin të kalojnë dhe të veprojnë si një shpërthim rëre brenda cilindrave. Këto grinca gërvishtin muret e cilindrit dhe konsumojnë unazat e pistonit, duke bërë që motori të fillojë të djegë vajin para kohe. Sam më mësoi se nuk duhet të kursejmë kur cilësinë e filtrit të ajrit. Një filtr i markës së njohur me një vull të ngushtë është jetik. Gjithashtu, një inspektim vizual mujor mund t'ju zbulojë shumë. Nëse filtri është gri ose i zi, ndryshojeni menjëherë. Mos u përpiqni të afroni me ajër të kompresuar, pasi kjo mund të zmadhojë poret e letrës dhe të lejojë grincat e dëmshme të kalojnë. Mbajtja e frymarrjes së motorit tuaj të pastër është mënyra më e thjeshtë për të siguruar që tolerancat e brendshme të qëndrojnë perfekte për qindra mijëra milje. Bëhuni gati, sepse në vendin e 15 do të flasim për një rrjevje që nuk pikon lëng, por para direkt nga portofoli juaj. Vendi i 15. Aratisja e zbrazëtisë dhe kaosi në punë. Në kapuçinë e makinës suaj është një rrjet kompleks zorësh gome që mbajnë vakumin e krijuar nga motori për të kontrolluar gjithçka, nga përforcuesi i frenave deri te sistemi i rrjedhjes së gazit. Me kalimin e kohës, nxehtësia ekstreme dhe dridhjet bëjnë që këto zorë të bëhen të brishta dhe të zhvillojnë çarje të vogla. Këto janë rrjedhjet e famshme të vakumit, një problem që mekanikët e duan sepse simptomat janë zhgënjyese për përdoruesin, boshe e paqëndrueshme, rritje e konsumit të karburantit dhe dritat e kontrollit të motorit që vinë dhe shkojnë. Kur ka një rrjedhje vakum, ajri i pamatur hyn në motor, gjë që ngatëron kompjuterin e makinës, ECU. Për të kompensuar këtë oksigjen të tepërt, ECU injekton më shumë benzinë se sa është e nevojshme, e cila jo vetëm që harxhon karburant, por edhe mbi shehet konvertuesin katalitik. Shumë dyqane do të sugjerojnë ndryshimin e sensorëve të shtrenjtë si MAF ose oksigjeni, kur në realitet zgjidhja është një zorë $2 që është plasaritur. Truku i Sam për të dalluar këtë ishte i thjeshtë. Me motorin në punë, spërkatni pak ujë me sapun ose pastrues frenash mbi lidhjet e zorëve. Nëse tingulli i motorit ndryshon për momentin, ju keni gjetur rrjedhjen. Kontrollimi i gjendjes së këtyre zorëve në mënyrë parandaluese një herë në muaj do t'ju shpëtojë nga diagnozat e gabuara dhe do ta mbajë përzierjen ajër karburant në pikën e saj optimale të efikasitetit. Është një inspektim 5 minutësh që mbron shëndetin e komponentëve tuaj të emetimit. Por mos u tregoni të pakujdesshëm, sepse në vendin e 14 do të zbulojmë sekretin pse kondicioneri juaj mund të vrasë motorin tuaj në heshtje. Vendi i 14. Kondensatori i mbullur dhe ethet e motorit. Pothuajse të gjithë shoferët kujdesen për radiatorin, por pak i kushtojnë vëmendje kondensatorit të kondicionerit, i cili zakonisht montohet pikërisht përpara tij. Për shkak të vendodhjes së tij, kondensatori ndikohet drejt për drejt nga insektet, gjethet dhe papastërtitë nga rruga. Me kalimin e kohës, fletët e holla të aluminit bllokohen, duke reduktuar në mënyrë drastike rrjedhën e ajrit që arrin në radiatorin kryesor. Kur rrjedha e ajrit është e kufizuar, sistemi i ftojes së motorit duhet të funksionojë në kufirin e kapacitetit të tij. Kjo do të thotë se ventilatorët elektrik janë vazhdimisht në punë, duke konsumuar motorët e tyre dhe duke rritur konsumin elektrik. Gjëja më serioze është se në ditët e ngjehta, temperatura e ftosit rritet mbi idealen, gjë që degradon vajin e motorit shumë më shpejt dhe i nënshtron paketimin presionit të tepërt termik. Mekanikët shpesh nuk përmendin pastrimin e radiatorit të jashtëm, sepse preferojnë të presin që motori të mbinqehet dhe koka e cilindrit të rrotullohet. Një herë në muaj, kaloni disa minuta duke pastruar pjesën e përparme të makinës tuaj me një zorë uji me presion të moderuar. Asnjëherë mos përdorni një rondele me presion nga afër, pasi do të përkullni pendët. Heqja e papastërtive të grumbulluara lejon që motori juaj të djersit në mënyrë efikase dhe kondicioneri të ftohet shumë më shpejt. Është një mirëmbajtje falas që redukton stresin termik në të gjithë komponentët e hapësirës së motorit. Dhe duke folur për stresin, vendi 13 ka të bëjë me një pjesë të makinës suaj që çan yndyr para se të dorëzohet, një paralajmërim që nuk mund ta injoroni. Pozicioni 13. Tuta e nyjes homokinetike. Nëse dëgjoni një klak, klak, klak metalike kur ktheni timonin gjatë përshpejtimit, ndoshta tashmë është tepër vonë. Ky tingull tregon se nyja CV
pjesa që transmeton fuqinë e motorit në rotat e përparme ndërsa ktheheni, shkatërohet. Megjithatë, kjo fatkeqësi mund të shmanget plotësisht me një inspektim vizual 30 sekonda në muaj. Sekreti qëndron në mbulesat e pluhurit të gomës që mbrojnë këto nyje. Këto mbulesa pluhuri mbajnë ndyrën speciale brenda nyjes dhe parandalojnë hyrjen e ujit ose rërës. Me kalimin e kohës, goma plasaritet dhe thyet. Në momentin që kjo ndodh, forca centrifugale e shtyn ndyrën jashtë duke i lënë kushinetat e qelikut të punojnë metall kundër metalit. Në të njëjtën kohë, pluhuri i rrugës hyn dhe vepron si një rrotë smeri. Shumë mekanik do të presin që pjesa të dështojë të ndryshojë të gjithë boshtin, i cili kushton $100, në vend që t'ju bëjnë të ditur se mbulesa e pluhurit ka filluar të plasaritet. Sa herë që lani makinën tuaj ose kontrolloni presionin e gomave, kthejini rrotat anash dhe shikoni çizmet e gomës pas frenave. Nëse shihni gjurmë ndyre të zezë të spërkatur në pezullim, mbulesa e pluhurit është e fyer. Ndryshimi vetëm i gomës kushton një pjesë të çmimit të një boshti të ri. Mbajtja e këtyre nyje të lubrifikuara dhe të mbyllura është jetike për butësinë e udhëtimit dhe integritetin e makinës suaj. Bëuni gati për postimin e 12, ku do të zbulojmë pse klikimi i kapakut tuaj të gazit mund t'ju shpëtojë nga një dritë paralajmëruese mijëra dollarësh. Vendi i 12. Vula e kapakut të karburantit dhe sistemi EVAP. Duket si një komponent i parëndësishëm, por kapaku i rezervuarit të gazit është një pjesë kyçe e sistemit të kontrollit të emetimeve avulluese, EVAP. Ky sistem është krijuar për të parandaluar daljen e avujve të karburantit në atmosferë. Kapaku ka një vulë gome që duhet të jetë hermetike për të ruajtur presionin e brendshëm të rezervuarit. Ajo që shumica e shoferëve nuk e din është se një kapak i mbyllur keq ose me një vulë të plasaritur është shkaku numër 1 i dritës së motorit të kontrollit që ndizet në pult. Kur kompjuteri zbulon një humbje presioni në rezervuar, ai supozon se ka një rrjedhje avulli dhe aktivizon alarmin. Shumë dyqane mekanike të paskrupullta do t'ju paguajnë për diagnostikimin kompleks të sistemit të emetimeve dhe madje edhe për zëvendësimin e valvulave të shtrenjta të rrjedhjes, kur zgjidhja ishte thjesht të pastroni vullën e kapakut ose ta zëvendësoni atë me një të re $10. Sam rekomandoi inspektimin vizual të unazës së gomës në kapak një herë në muaj. Nëse shihni qarje ose nëse goma ndihet e vështirë në prekje, është koha për ta zëvendësuar atë. Gjithashtu, gjithmonë sigurohuni që të dëgjoni disa klikime kur e mbyllni për të siguruar vullosjen. Ruajtja e integritetit të kësaj vulle jo vetëm që parandallon dritat paralajmëruese të bezdishme, por siguron që avujt e karburantit të ridrejtohen siç duhet në motorin që do të digjet, duke përmirësuar pak efikasitetin. Por mos u ndallni me kaq, sepse në vendin e 11 do të flasim për një vitamin për paketimin tuaj që do t'i mbajë ata të rinj për dekada. Vendi i 11. Kondicioneri i vulës dhe parandalimi i rrjedhjeve të vajit. Me kalimin e viteve, vullat e gomes dhe guarnicionet e motorit tuaj humbasin vajrat e tyre natyral dhe bëhen të forta dhe të brishta. Ky proces është përgjegjës për pikat e bezdishme të vajit në dyshemen e garazhit tuaj. Mekanikët i duan rrjedhjet e vajit sepse ato përfshin shumë orë punë për të çmontuar pjesët e motorit dhe për të ndryshuar një vulë të thjesht $5. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të parandaluar tharjen e këtyre vulave në radhë të parë. Sekreti që shumë e injorojnë është përdorimi parandalues i kondicionerëve të fokës që gjenden në vajra me cilësi të lartë ose aditiv specifik. Këto kimikate depërtojnë në gomën e boshtit të boshtit dhe vulave të boshtit me gunga, duke rivendosur elasticitetin dhe kapacitetin e tyre mbyllës. Sam rekomandoi që, pasi makina të kalojë 100.000 km, të filloni të përdorni një vaj të formuluar për kilometrazh të lartë, edhe nëse motori nuk rrjedh. Këto vajra përmbajnë agent të butë ynëtjeje që mbajnë vullat të shtupura në sipërfaqet metalike. Është shumë më lirë të investosh disa dollar shtesë në çdo ndryshim vaji, sesa të përbalesh me një riparim mijëra dollarësh për të ndryshuar një vulë të pasme të boshtit. Parandalimi i thatësisë së paketimit është çelësi për të mbajtur një motor të thatë dhe të pastër për dekada. Kemi arritur në fund të fazës së parë të këtij manuali të ndaluar. Ne kemi zhbllokuar 10 sekretet e para që po kursejnë mijëra pasuri shoferësh në riparime. Por kjo është vetëm groja. Në kapitullin e dytë, ne do të hyjmë në zonën e luftës të mekanikës.
Ne do të flasim për atë zakon të mëngjesit që 90% e njerëzve bëjnë gabim veç që po shkatëron pistonët e tyre. Dhe do të zbulojmë sekretin numër 1. Atë veprim ujor që kushton më pak se një kafe, por garanton që motori juaj të kaloj gjysmë milioni milje pa mundim. Mos lëvizni, sepse ajo që vjen më pas do të ndryshojë marrëdhënien tuaj me makinën tuaj përgjithmonë. Vendi i 10. Cikli i ngrojes dhe zgjerimi i metaleve. Gabimi më shkatërues që mund të bëni ndodh në 60 sekondat e para pas këtimit të qelësit. Sam thoshte se një motor i ftohtë është si një atlet që detyrohet të vrapojë një maraton sapo zgjohet, pa ushtrirë dhe në mes të një dimri arktik. Fizika pasaj është e pamëshirshme. Motori juaj përbëhet nga një përzierje e aliazeve të aluminit, gize dhe qelikut, secila me një koeficient të ndryshëm zgjerimi termik. Kur motori është i ftohtë, tolerancat midis pistonëve dhe murreve të cilindrit nuk janë optimale. Shumica e njerëzve e nisin makinën dhe qellojnë, duke besuar se në këtë mënyrë motori nxehet më shpejt. Ajo që ata po bëjnë në të vërtetë është t'i nënshtrojnë komponentët e brendshëm stresit brutal mekanik. Vaji, i cili është ullur në fund të karterit gjatë natës, ka konsistencën e mjaltit të trash dhe kërkon disa sekonda për të arritur pikat më të larta të motorit, siç janë boshtet me gunga. Gjatë atyre momenteve fillestare, ekziston një kontakt metal-metal që prodhon konsumim të barabartë me 1000 km vozitje normale. Sekreti profesional është të prisni vetëm 30 ose 40 sekonda para se të filloni udhëtimin. Por gjëja më e rëndësishme është të vozitni jashtëzakonisht mirë gjatë 10 minutave të para. Nuk duhet të kaloni 2500 rrotullime në minutë, derisa gjilbra e temperaturës të arrijë pikën e saj qendrore. Sam shpjegoi se kjo lejon që të gjitha pjesët të zgjerohen në mënyrë të barabartë dhe vaji të arrijë viskozitetin e tij të projektimit. Injorimi i kësaj është si të lëmoni brendësinë e motorit tuaj çdo mëngjes. Por ky është vetëm fillimi i betejës termike. Në postimin e 9 do të zbulojmë pse sistemi juaj i ftojes mund të ketë një infeksion të heshtur. Stacioni i 9. Ndryshimi i ftosit dhe bllokimi i elektrolizës. Ftohesi është shumë më tepër se uji me ngjyrosje. Është një zgjidhje kimike komplekse e krijuar për të parandaluar ngrirjen, zjerjen dhe më e rëndësishmja, korozionin. Megjithatë, mekanikët e koncesionarëve rrallë ju sugjerojnë ta ndryshoni atë në mënyrë parandaluese, sepse preferojnë të presin që radiatori të coptohet ose pompa e ujit të dështojë. Sam më mësoi se ftohesi ka një jetëgjatësi kimike shumë të përcaktuar, zakonisht 2 deri në 5 vjet në varësi të formulimit të tij. Me kalimin e kohës, ftohesi humbet agjentët e tij frenues të korozionit dhe bëhet acid. Në atë moment, ndodh një fenomen fizik magjepsës dhe i tmerrshëm i quajtur elektrolizë. Lëngu bëhet një lloj baterie e lëngshme që fillon të vjedhë elektronin nga komponentët e brendshëm metalik, si koka e cilindrit të aluminit ose bloku i motorit. Kjo krijon kratere të vogla mikroskopike që përfundimisht kthehen në rrjedhje masive ose më keq, një përzierje vaj dhe uji që shkatëron kushinetat e boshtit të boshtit. Truku për të shmangur këtë është të lani dhe ndryshoni sistemin e ftojes duke ndjekur rreptësisht intervalet e prodhuesit, por gjithmonë duke përdorur ujë të distilluar për përzierjen. Uji i rubinetit përmban minerale që përshpejtojnë kalcifikimin dhe elektrolizën. Mbajtja e ftohësit të freskët siguron që zorrët të mos kallben nga brenda jashtë dhe që motori të punojë gjithmonë në diapazonin e tij ideal termik. Një sistem ftohje e pastër është mburoja e padukshme që mbron integritetin strukturor të motorit tuaj. Por duke folur për pastrimin, vendi i 8 ka të bëjë me një komponent që mekanikët pastrojnë në makinat e tyre, por që ju jeni të ngarkuar të zvendçoni. Vendi i 8. Pastrimi i sensorit, MAF dhe konsumi inteligjent. Sensori i rrjedhës së ajrit masiv, i njohur si MAF, është truri që i tregon kompjuterit saktësisht se sa oksigjen po hyn në motor. Është një komponent jashtëzakonisht delikat që përdor një tel platini të ngrohur elektrikisht për të kryer matjen. Problemi është se edhe me një filter të mirë, ajri, grincat mikroskopike të vajit dhe pluhurit arrin të ngjiten në këtë fije, duke krijuar një shtresë izoluese që falsifikon lehtësimin. Kur sensori MAF është i ndotur, kompjuteri i makinës merr informacione të gabuara.
Në përgjithësi, makina fillon të konsumojë më shumë gaz se sa duhet. Përgjigja e mbutjes bëhet dembel dhe mund të ndjeni dridhje të vogla kur po shpejtoni. Një mekanik mesatar do t'ju tregoj se sensori ka dështuar dhe do t'ju tarifoj $300 për një tri. Sam, nga ana tjetër, do të nxirrte një llak të veçantë për pastrimin e kontaktit që kushtonte vetëm $10 dhe do ta linte sensorin si të ri në 5 minuta. Kryerja e këtij pastrimi një herë në vit është një zakon që e mban efikasitetin e karburantit në nivelet maksimale. Është një detyrë precize që rikthen vitalitetin e motorit pa pasur nevojë për pjesë të reja. Mbajtja e syve elektronik të motorit të pastër lejon djegjen e përsosur, duke reduktuar emetimet dhe konsumimin e kandelave. Por mos u mbështetni në elektronik. Në vendin e 7, do të hymë në botën e mekanikës së rëndë për të folur për një komponent që mban sigurinë tuaj dhe që pothuajse askush nuk e kontrollon. Vendi i 7. Montimet e motorit dhe lodhja e shasis. Motori juaj nuk është i lidhur drejt për drejt me shasin. Mbështetet në bloqe gome dhe metalit të çajtura klapa ose montime. Këta komponent kanë misionin e thithjes së dridhjeve masive të krijuara nga shpërthimet e brendshme të motorit. Me kalimin e viteve dhe cikleve të ngjehtësisë, goma plasaritet, ngurcohet ose thjesht shembet. Sam thoshte se një montim i prishur i motorit është si të lësh një elefant të lirë brenda një dolapi qelçi. Kur montimet dështojnë, motori fillon të lëviz më shumë se sa duhet. Kjo lëvizje tepërt ushtron stres të madh në zorët e radiatorit, kablot elektrike dhe mbi të gjitha vullat e transmetimit. Shumë shofer supozojnë se dridhjet që ndjejnë në timon ose sedilje janë dështime të motorit, kur në fakt ato janë thjesht mbështetësit që kanë ndaluar së bëri punën e tyre. Injorimi i kësaj mund të rezultojë në goditjen e motorit komponent kritik ose tendosjen e zorëve të karburantit për tutujer. Një inspektim vizual çdo 6 muaj mund të zbulojë nëse goma po lëshon vendin. Një truk i punëtorisë është të vendosni frenën e dorës, të ndizni makinën dhe t'i jepni prekje të vogla gazit, ndërsa dikush vëzgon motorin nga ana, në mënyrë të sigurt. Nëse bloku kërcen tepër, është koha për të ndryshuar mbështetësit. Mbajtja e motorit të qëndrueshëm jo vetëm që përmirëson komoditetin e udhëtimit, por gjithashtu parandalon dështimet e zinxhirit në të gjithë sistemin e drejtimit. Por vendosmëria nuk është e nevojshme vetëm në motor. Në pozicionin 6 do të flasim për këmbët e makinës dhe një sekret që do t'ju kursej një pasuri në goma. Vendi i 6. Rrotullimi i kryqëzuar dhe kujtesa e gomave. Pothuajse çdo shofer e di se duhet të rrotullojnë gomat e tyre, por shumë pak e kuptojnë pse ose si ta bëjnë atë siç duhet. Sam shpjegoi se gomat zhvillojnë një kujtesë konsumimi bazuar në pozicionin e tyre. Rrotat e përparme mbështesin peshën e motorit, stresin e frenimit dhe forcat anësore të kthesës, ndërsa rrotat e pasme zakonisht rrotullohen me shumë më pak ngarkesë. Nëse i lini gomat në të njëjtin pozicion gjatë gjithë jetës së tyre, ato do të vishen në mënyrë asimetrike dhe do të fillojnë të gumzin. Sekreti nuk është vetëm t'i lëvizni ato nga përpara në mbrapa, por t'i rrotulloni ato sipas llojit të tërheqjes automjetit tuaj. Kjo siguron që çdo pjesë e shkeljes të përballet me forca të ndryshme fërkimi, duke barazuar konsumimin. Sam rekomandoi ta bënin këtë çdo 10.000 milje pa dështuar. Një grup gomashi rrotulluar mirë mund të zgjas deri në 80.000 kilometra, ndërsa një i lënë pas dore mund të bëhet i papërdorshëm pas 40.000. Përveç kësaj, rrotullimi është koha e përsosur për të inspektuar frenat dhe komponentët e pezullimit. Mekanikët preferojnë që të mos i rrotulloni ato në mënyrë që të duhet të blini goma të reja 2 herë më shpesh. Mbajtja nën kontroll e gjeometrisë së konsumit është mënyra më e drejtë për të kursyer para dhe për të siguruar kapje në situata emergjente. Por kini kujdes, sepse ka një komponent që nuk ankohet kurrë derisa të thyet dhe t'ju lërë të bllokuar në mes të askundit, siç do të shohim në vendin 5. Vendi i 5. Ripi i aksesorit dhe rreziku i kërcitjes. Ripi aksesor është përgjegjës për transmetimin e lëvizjes së boshtit te alternatori, pompa e ujit dhe kompresori i ajrit të kondicionuar. Është një pjesë gome e përforcuar që punon në tension të vazhdueshëm. Shumë shofer injorojnë zhurmën e vogël kërcitëse kur fillojnë në mëngjes, duke menduar se është vetëm lagështi. Sam paralajmëroi se ky tingu është thirrja pëndim e një sistemi që është gati të dështojë. Nëse ai rip prishet gjatë vozitjes, do të mbeteni menjëherë pa timonin elektrik.
Alternatori do të ndaloj karikimin e baterisë dhe më e rrezikshme, pompa e ujit do të ndalet, duke shkaktuar mbinqjejen e motorit në 2 deri në 3 minuta. Mekanikët shpesh presin që rripi të prishet për t'ju tarifuar edhe për tërheqjen dhe riparimin e mbinqjejes. Truku është të inspektoni rripin çdo muaj për qarje tërthore ose zona të ndritshme që tregojnë rrëshqitje. Ndryshimi i rripit në mënyrë parandaluese është një detyrë ekonomike dhe e thjeshtë që siguron që të gjitha sistemet ndihmëse të funksionojnë në harmoni. SAM rekomandoi gjithashtu ndryshimin e kushinetës së tensionatorit, pasi një tensionues i dobët është vrasi kryesor i rripave të rinj. Mos lejoni që një pjesë $30 të shkatërrojë motorin tuaj $5.000. Dhe duke folur për tensionin, vendi i katërt ka të bëjë me presionin që ka vërtet rëndësi, presionin që i mban gomat gjallë. Pozicioni i katërt: presioni i fryrjes dhe nxehtësia e asfaltit. Presioni i gomave është aspekti më i anashkaluar i mirëmbajtjes dhe paradoksalisht më i lehtë për t'u korrigjuar. SAM tha se një gomë me presion të ulët është si letra zmerile që nxehet derisa të vetë shkatërohet. Kur një gomë nuk ka ajër të mjaftueshëm, muret e saj anësore përkulen tepër gjatë rrotullimit. Ky fleksibël gjeneron nxehtësi brutale të brendshme që degradon strukturën e çelikut dhe gomës së gomës ka brenda. Një gomë e sheshtë vetëm 5 ose 6 kg në normën e rekomanduar, jo vetëm që rrit konsumin e karburantit me 5%, por zvoglon jetën e gomës me 25%. Përveç kësaj, distanca e frenimit rritet dhe kapaciteti i evakuimit të ujit në shi zvoglohet në mënyrë drastike. Mekanikët rrallë kontrollojnë presionin e gomave nëse nuk porosisni një shërbim të plotë, por duhet ta bëni sa herë që shkoni në pikën e karburantit. Sekreti është të kontrolloni gjithmonë presionin me goma të ftohta, domethënë para se të keni voxitur më shumë se 3 kilometra. Ndiqni gjithmonë etiketën që gjendet në kornizën e derës së shoferit, jo numrin maksimal të shtypur në gomë. Ruajtja e presionit të duhur siguron konsum të barabartë dhe mbron gomat nga goditjet kundër gropave. Por ka diçka tjetër që duhet të kontrolloni në makinë, diçka që është e fshehur pas një gril metalike, siç do ta shohim në postimin e tretë. Pozicioni i tretë: katalizatori dhe helmi digjes së keqe. Konvertuesi katalitik është një nga pjesët më të shtrenjta të makinës suaj, e mbushur me metale të çmuara si platini, palladiumi dhe rodiumi. Funksioni i tij është të transformojë gazrat toksik në emetime më pak të dëmshme. Një katalizator nuk prishet vetë, ai vritet gjithmonë nga një problem i mëparshëm i motorit. SAM shpjegoi se një motor që djeg vaj ose ka një ndezje të gabuar, po dërgon karburant të papërpunuar direkt në konvertuesin katalitik. Ky karburant ndizet brenda katalizatorit, i cili tashmë është jashtëzakonisht i nxehtë, duke shkaktuar shkrirjen ose tujerjen e strukturës së brendshme qeramike. Një konvertues katalitik i bllokuar kufizon daljen e gazrave, duke bërë që motori të humbas fuqinë, të nxehet dhe, përfundimisht, të ndalet. Një zvendësim mund të kushtoj lehtësisht mbi $500. Shumë mekanik do t'ju thonë se konvertuesi katalitik është i vjetër, por sekreti është të mbani kandelat dhe sensorët e oksigjenit në gjendje të përsosur për të siguruar që djegjia të jetë e pastër. Nëse vëreni një erë të ngjashme me vezët e kallbura, ose nëse makina ndihet e rëndë kur po shpejton, mund të keni një problem ngopjeje. Kryerja e mirëmbajtjes parandaluese në sistemin e ndezjes është mënyra e vetme për të mbrojtur këtë perlë teknologjike në shasin tuaj. Por sistemi elektrik ka gjithashtu kujdestarinë e vet, për të cilin pothuajse askush nuk e di, në pozicionin e duhur. Postimi i dytë: teli i tokëzimit dhe fantazma elektrike. Makinat moderne janë kompjuter me rrota që mbështeten në sinjalet elektrike milimetrike. Megjithatë, të gjitha këto pajisje elektronike mbështeten në një tel bakri të trash që lidh bllokun e motorit dhe baterinë me shasinë e makinës. Ky është teli i tokës. SAM thoshte se gjysma e problemeve elektrike të pashpjegueshme të një makine, dritat ndezëse, sensorët e dështuar, vështirësia në ndezje, janë për shkak të një tokëzimi të ndryshkur ose të lirshëm. Për shkak të vendodhjes së tij të ekspozuar, kjo kablo vuan nga korrozioni nga kripa, uji dhe ballta. Një tokë e keqe krijon një rezistencë elektrike që e detyron rrymën të kërkojë shtigje alternative përmes telave të tjerë më të hollë, të cilet mund të djegin komponentët e shtrenjtë apo edhe njësinë e kontrollit të motorit. Mekanikët shpesh kalojnë orë të tëra duke kërkuar një tëmet software, kur problemi është thjesht një vidë ndryshkur.
Njëherë në vit, duhet të gjeni pikat kryesore të tokës, të lironi vidën, të fshini sipërfaqen metalike me letër zmerile derisa të shkëlqej dhe ta shtrëngoni përsëri. Ky akt i thjesht siguron që të gjithë sensorët të marrin tensionin e saktë që u nevojitet për të funksionuar. Është kura përfundimtare për fantazmat elektrike. Ve tani, bëhuni gati, sepse kemi arritur në vendin numër 1, sekretin më të shenjtë në punëtorinë e semit. Postimi i parë, rituali i drejtimit të zgjatur. Ne kemi arritur në fund të manualit ton të ndaluar. Dhe këshilla më e rëndësishme e SAM është ajo që duket se shkon kundër gjithçkaje që na mësohet për kursimin. Një herë në muaj, ju duhet të nxirrni makinën tuaj në rrugë dhe ta drejtoni atë vazhdimisht për të paktën 45 minuta me shpejtësi autostrade. SAM e quajti këtë ciklin e pastrimit termik, dhe kjo është arsyeja pse makinat e fluturuesve të shpesh zgjasin shumë më shumë se ata që vozisin vetëm në qytet. Përdorimi urban është armiku më i keq një motori. Udhëtimet e shkurtra prej 5 ose 10 minutash nuk lejojnë që vaji të arrijë temperaturën e nevojshme për të avulluar ujin e kondensimit dhe mbetjet e karburantit që depërtojnë në karter. Nëse vozitni vetëm në qytet, vaji juaj bëhet një lëng acid që gërrjen motorin nga brenda. Duke vozitur në rrugë për një kohë të gjatë, ju lejoni që sistemi i ventilimit të karterit të funksionojë me kapacitet të plotë, duke pastruar vajin dhe duke hequr depozitat e karbonit nga vëmat e djegjes. Ky ritual mujor siguron që konvertuesi katalitik të arrijë temperaturën e tij të vetë pastrimit, që bateria të jetë ngarkuar thellë dhe që të gjitha pjesët lëvizse të lubrifikohen me vaj të nxehtë dhe të lëngshëm. Është ekuivalenti mekanik i marrjes së qenit tuaj për vrap në fshat pas një jave në një apartament të vogël. Nëse zbatoni këtë zakon, së bashku me 9 të mbëvjet sekretet e tjera që kemi zbuluar, makina juaj jo vetëm që do t'ju shërbej për vite me radhë, por do të bëhet një makinë legjendare e aftë për të sfiduar kohën. Pavdekësia mekanike nuk është një mit, është rezultati i njohjes, dëgjimit dhe respektimit të inxhinierisë që keni në duart tuaja. Ne kemi bërë një rrugë të gjatë, nga kimia e lëngjeve në fizikën e dridhjeve, duke zbuluar sekretet që industria e automobilave është përpjekur të fshehë pas manualeve të paqarta të përdorimit dhe strategjive të planifikuara të vjetërsimit. Këto 20 këshilla janë forca juaj e blinduar kundër riparimeve të panevojshme dhe pasaporta juaj për një jetë gjatësi që pak shofer mund ta përjetojnë. Gjashaj Sam gjithmonë thoshte se mekaniku më i mirë nuk është ai që di të rregullojë gjithçka, por pronari që di të parandallojë prishjen e diçkaje.